Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut akuzon koalicionin qeverisës vlen se po keq informon ndërkombëtarët për marrëveshjen e Ohrit. Nga Korçova, kreu i BDI-s Ali Ahmeti deklaroi se gjuha shqipe sipas marrëveshjes së Ohrit është gjuhë zyrtare në të gjitha institucionet e shtetit. Shqiptarët janë shtet formues. Është tjetër që ne na kanë poshtru ata të cilët nuk e kishën legitimitetin e shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe i keq informojnë si autoritetet në Kosovë, ashtu siç ma kanë pohuar edhe diplomat nga vendet e Europës që i kanë keq informuar. Thirrja e kreut të BDI-s Ali Ahmeti është për rregullimin e marrëdhënieve me fqinjet dhe një anëtarësim sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian. Vendit duhet të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, të mbyllen të gjitha çështjet e pambyllura, në fqinjet, marrëveshja e Ohrit, në frymën e gerë, duhet të realizohet, duhet të ekzekutohet dhe jo të shkohet ndrohen rrugët, emërtimi i rrugëve, siç ndodhin në Tetov, apo iniciativa e gjykatës kushtetuese me 75 faqe kundër ligjit të gjuhës shqipe. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim në një komunikat për mediat ka reaguar pas vendimit për shfuqizimin e emërtimeve shqiptarëve të rrugëve, shesheve dhe bulevardeve në Tetov dhe rikthimin e emrave të periudhës jugoslave. Nga BDI thonë se është e papranueshme që komuna e Tetovës të mos mbrojë një vendim historik. Gjithashtu theksojnë se është e papranueshme heshtja e qeverisë përballë një çështje që prek drejt për drejt marrëdhëniet ndëretnike. Bajram Rexhepi nga Bashkimi Demokratik për Integrim e cilsoi si poshtrues vendimin e gjykatës kushtetuese për emrat e rrugëve dhe shesheve në Tetov. Ai kërkoi thirrjen një seance të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës Tetovës për të diskutuar rikthimin e emrave të shesheve dhe rrugëve ashtu siç ka qenë në vendimin e vitit 2007 të Këshillit Komunës Tetovës. Nëse Komuna e Tetovës do të shpreh gatishmëri që të rimiratoj këtë vendim, të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, do të ketë mbështetjen e plotë të këshilltarëve tanë. Nëse Komuna e Tetovës do të refuzoj thirrjen tonë të fundit të sotme për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme, atëherë ne do të konsiderojmë se Komuna e Tetovës është bashkëfajtor dhe bashkëautor i këtij vendimi skandalos të gjykatës kushtetuese. Pas Bashkimi Demokratik për Integrim reagon Komuna e Tetovës. Sipas saj, vendimi i gjykatës kushtetuese është orkestruar nga ata që duan të ndjellin tensione ndëretnike. Nga komuna akuzuan BDI-n se për 2 dekada në pushtet nuk e ka zgjidhur çështjen e emërtimit të rrugëve dhe shesheve duke lënë problemin të pazgjidhur. Vendimi kushtetues është orkestruar pikërisht nga ata që duan të ndjellin tensione ndëretnike. BDI ka pasur 20 vite pushtet për të rregulluar të gjitha punët tjera, përfshirë edhe ndryshimin e emrat e rrugëve, shesheve apo institucioneve të tjera, por fatkeqësisht nuk e kanë bërë deri tani. Një vendim të cilin ata e kanë marrë në vitin 2007 nuk e kanë çuar deri në fund, pasi është dashur ta miratojë qeveria. Ata kanë qenë në pushtet për gjatë gjithë këtyre viteve dhe as pak nuk kanë punuar në këtë drejtim. Komuna e Tetovës kritikon qëndrimin e mbajtur nga gjykatësit shqiptar në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut mbi vendimin mbi shfuqizimin e emrave të rrugëve. Në reagimin zyrtar thuhet se gjykatësit nuk po i mbrojnë interesat shqiptare pasi po merren me politikën ditore. Sipas komunës në Tetov, gjykatësit shqiptar në gjykatën kushtetuese nuk duhet të lejonin të hapë kjo procedurë në kohën kur Komuna e Tetovës është pranë finalizimit të riemërimit zyrtar të rrugëve në Tetov. Sipas saj, tendenca është e qartë të krijohen tensione ndëretnike, ndërsa pas kësaj tendence qëndron partia, e cila i shpërndan zyrtarisht deklaratat e një gjykatësi kushtetues. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut zgjeron bashkëpunimin edhe me shqiptarët në Malin e Zi. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani me ftesë të zëvendës kryeministrit të Malit të Zi, Nik Gjeloshaj, dhe ministrit të punëve të brendshme Marash Dukaj, mori pjesë në Akademinë Politike të Forumit Shqiptar në Mal të Zi. Në këtë kushte u ra dakord që Akademia Politike e BDI-s dhe Akademia Politike e Forumit Shqiptar të zhvillojnë forma të përbashkëta bashkëpunimi. Rajoni.
Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu kërkoi nga kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Rustem Thaçi të trajtojë pa vonesa dorëheqjet e gjyqtarëve të komunitetit serb të paraqitura në vitin 2022. Në letrën zyrtare shpreh shqetësimi për mos procedimin e këtyre rasteve, duke theksuar se sipas legjislacionit në fuqi, pas dorëheqjes së gjyqtarit, Këshilli Gjyqësor i propozon presidentit lirimin e tij nga detyra. Sipas Axhiut, mbajtja pezull e këtyre pozitave për një periudhë të gjatë po ndikon në funksionimin e sistemit të drejtësisë. Në fund, Axhiu kërkon nga Këshilli Gjyqësor që në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore për të siguruar funksionimin e rregullt, efektiv dhe gjithëpërfshirës të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë mbetet në pritje të përfundimit të procesit të shqyrtimit të ankesave nga institucionet kompetente përpara se të procedojë me shpalljen e rezultateve vendimtare të zgjedhjeve të parakohshme për kuvendin. Zëdhënësi i KQZ-s Valmira Elezi tha se shpallja e rezultateve varet nga përmbyllja e procedurave ankimore dhe vendime që do të nxirren nga institucionet përkatëse. Pas marrjes së këtyre vendimeve mbetet të shihet nëse ato përmbajnë detyrime konkrete për KQZ-n, tha Valmira Elezi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama merr masa për uljen e pakënaqësisë ndërvotues. Kreu i qeverisë kërkoi të forcohet lidhja mes qytetarëve dhe institucioneve. Në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar ku të pranishëm ishin dhe anëtarët e qeverisë, është marrë vendimi që çdo ministri të ketë një zëvendës ministër, i cili do të jetë hallka kryesore për të pritur shqetësimet apo ankesat nga komuniteti që do të adresohen përmes deputetëve. Kryengritje paqësore komentoi kryedemokrati Sali Berisha protestat e zhvilluara në bulevardin Dëshmorët e Kombit gjatë fundjavës. Në një konferencë për shtyp, Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krimin e një qeverie teknike jo politike që të rikthejë votën e lirë. Dorëheqjen e tij të menjëhershme, krijimin e një qeverie kujdestare, jo të forcave politike, por të përbërë nga ekspertë dhe njerëz përgjegjshëm, që i rikthejnë Shqipërisë dhe shqiptarëve votën e lirë dhe bëjnë që ata të zgjedhin njerëzit që duan me votën e tyre. Berisha tha se vendi i çdo demokrati është në shesh në protestën qytetare, teksa u kërkoi që të mos shtangen nga sloganet kundër opozitës. Jam këtu gjithashtu për t'ju kërkuar demokratëve, kudo që janë. Çdo natë vendi i tyre është në sheshin dhe rrugët e Tiranës në betejën për liri, për votën e lirë dhe kundër autokracisë. Asnjë slogan, asnjë parull, asnjë mashtrim i hedhur aty kundër opozitës, së vërtetë. Protestat para kryeministrisë kanë vijuar gjatë gjithë natës me një grup protestuesish që kanë qëndruar në shesh, të ulur në disa karrige metalike. Ata kanë qëndruar në shkallët e kryeministrisë, ku shihen edhe këpucë, një simbol për të larguarit në emigrim. Të dielën protestuesit marshuan për herë të parë përmes qytetit Studenti, ndërsa ndaluan dhe tek sheshi Demokracia. Më pas, marshimi vijoi drejt Fakultetit Ekonomik, ku protestuesit bllokuan rreth rrotullimin. Marshimin e këmbë vijoi përgjatë rrugës Elbasanit, liceut artistik, duke dalë në sheshin Skënderbej. Kryeministri Edi Rama shprehur kritik me praninë e shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut që kërkojnë dorëheqjen e tij në Tiranë, referuar një postimi në rrjetet sociale të një ish deputete të Shkupit, Arta Toci, e cila pyet se kush është kryeministri i shqiptarëve të Tetovës që i kërkojnë dorëheqjen e tij në Tiranë. Rama thotë se nuk mund të vinë në Tiranë si diaspor pasi kanë shtetin e tyre të pavarur. Ata janë thjesht viktima të zellshme që nuk ja bëjnë dot vetes një pyetje të thjeshtë, brengoset apo gëzohet kush i do shqiptarët në sherrën e rrëmuj, kur e të diaspor të Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës të turret si një hordi pushtuesi mbi kuaj me 4 rrota drejt Tiranës për të rrëzuar qeverinë e Shqipërisë. Pas gjithë kësaj shprehje Rama qëndrojnë sallahanet e vetvendosjes, të cilat në të vërtetë thotë se nuk kanë asnjë lidhje me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ministri i Punëve të Brendshme i Shqipërisë Besfor Llamallari reagoi lidhur me pjesëmarrjen e diasporës në protestën e mbajtur në Tiranë kundër zhvillimit të projektit turistik në Zvërnec. Në një postim në rrjetet sociale, Llamallari u kujtoi atyre se ishte kryeministri i Shqipërisë ai që kërkoi për herë të parë njojën e pavarësisë së Kosovës në mes të Beogradit. Krahas asaj, në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës ndër vite kanë kontribuar për më shumë siguri dhe rend për vendet tona, qytetarët e Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, duke ofruar kështu më shumë paqe e qëndrueshmëri në rajonin e Ballkanit Perëndimor, apelon Llamallari. Vion përplasen në aeroportin e Vlorës. Në orët e para të mëngjesit, punojësit e Mapkos të Bexhet Pasollit kanë hyrë në kartier, pasi janë përplasur me rojet e sigurisë. Në këtë moment janë konfliktuar me punojësit e dyja grup të Valona Demi dhe kanë nxjerrë këta të fundit jashtë nga zyrat. Policia ka shkuar më njëherë në vendngjarje.
Biznesmeni Bexhet Pacolli njoftoi se të hënën kompania Mapco dhe rreth 200 punonjës do të rifillojnë punimet në kantierin e aeroportit të Vlorës. Në një reagim në rrjetet sociale, ai thotë se veprimi përputhet me vendimin e gjykatës së lartë që i ktheu të drejtën e administrimit dhe qëndrimit të kryeministrit Rama. Pas përplasjeve të raportuara në aeroportin e Vlorës, biznesmeni Bexhet Pacolli kërkoi ndërhyrjen e menjëhershme të SPAK. Në reagimin e tij, Pacolli pretendon se për një periudhë të gjatë ka pasur bllokime dhe ndërhyrje të palishme në projektin e aeroportit, duke përmendur dhe dëme materiale të konsiderueshme. Sipas tij, dëmet përfshin si inventarin e çmuar, të projektuar, porositur, prodhuar dhe instaluar posaçërisht për funksionimin e aeroportit, ashtu dhe instrumentet, pajisjet dhe mjetet e punës që përbëjnë pronë private të kompanive nën kontraktuese. Në deklaratën e tij, Pacolli ka theksuar se kompania dhe nën kontraktorët e tij do të vazhdojnë të mbrojnë të drejtat ligjore dhe investimin në projekt. Bota. I jep dorëheqjen kryeministri britanik Keir Starmer përmes një komunikimi për mediat para zyrës së kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar në Londër, e njohur si Downing Street. Starmer njoftoi dorëheqjen nga pozita e kryeministrit dhe nga ajo udhëhesit të Partisë Laboriste. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. Çdo vendim që ka marrë në detyrë ka qenë për vendosjen e vendit që dua në vend të parë. Për këtë arsye do t'i jap dorëheqjen e kryetarit të Partisë Laboriste. Kryeministri britanik u zotua se do të bëjë gjithçka që është në dorën e tij për të garantuar një transferim të rregullt të pushtetit. Ai tha se u fut në politikë për të pasur mundësinë për të përmirësuar jetën e miliona njerëzve. Our reputation in the world restored. Reputacioni ynë në botë është ringritur me një Britani që qëndron sërish për dinjitet, respekt dhe lishmëri, duke siguruar tregtinë, qëndruar për krah Ukrainës, duke qëndruar për vlerat tona dhe duke rindërtuar marrëdhëniet tona me aleatët në Europë. Relationship with our allies in Europe. Starmer mund të zëvendësohet nga Andy Burhan pasi fitoi zgjedhjet e pjesshme javën e kaluar. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.